Profesionist dhe po e shohim që tani është duke u deklarua kryetari Xhemal Regja dhe e ndjekim bashkë tani. Si marr parasysh të gjitha rekomandimet e shoqërisë civile dhe pastaj gjuha absolutisht frikësuese që ka kulmuar që prej muajit nëntor dhjetor të vitit të kaluar me afrimin e fushatës zgjedhore që ka vazhduar gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas saj. Është momenti i fundit që të reflektojmë si shoqëri besoj. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës është i interesuar dhe u bën thirrje të gjitha aktorëve duke përfshirë institucionet e Kosovës që në fakt të bëhemi bashkë duke nëse është e nevojshme duke edhe formuar një çfarëdo që e quajmë një task force kombëtare për t'i adresuar këto gjetje dhe për t'i adresuar lirinë e medias në Kosovë dhe sigurinë e gazetarëve. AGK është e gatshme të bashkëpunojë me të gjitha palët në mënyrë që vitin tjetër ky rangim të jetë më i mirë. Që komentojnë statusin e këtyre deputetëve të vendosis? Në fakt, me njëherë pas publikimit të raportit dhe deklaratës AGK-s, kemi parë një sërculmesh të sinkronizuar ndaj asociacionit të gazetarëve të Kosovës, por ndaj me personalisht, që nuk është e re, jemi mësuar, por nuk duhet të mësomi. Kjo është ideja çfarë e themi aktualisht, sepse nuk kemi nevojë që të jemi dhe është shumë e rrezikshme që edhe me emër e mbi emër të jemi target i njerëzve që janë të veshur me pushtet të mazhorancës aktuale, i dënojmë për këto targetime, i dënojmë vetëvendosja duhet t'i adresoj gjetjet. Para 2 vitesh kur raporti kishte shënuar ngritje, ishte mirë pritur nga qeveria dhe nga vetëvendosja dhe tash ajo çfarë duhet bërë është që raporti të lexohet dhe kushdo që vjen në fakt sepse nuk kemi qeveri, pra thirrja jonë për të bashkëpunuar me të gjitha institucionet e mundshme dhe të gjithë aktorët që bëjmë pjesë në skenën mediale është me çdo që vjen në qeveri dhe që formon një mazhorancë të re, por edhe me institucionet e Kuvendit të Kosovës, për shembull, duke nisur hartimin e një ligji të ri të KPM-s prej fillimit, por që duhet të jetë me gjithë përfshirje. Është marrë parasysh të paktën një gjetje raportit nga viti i kaluar nga qeveria aktuale në ndërheqjes theme? Nuk kemi parë asgjë, absolutisht nuk kemi parë asnjë akt, në fakt është krejt e kundërta, siç e thash. Pra në maj ndodhte raporti kur përmendej ligji i KPM-s, në korrik ai u miratuan nga mazhoranca e kaluar. Dhe pastaj gjuha që gjithashtu edhe vitin e kaluar përmendej që është e papranueshme te gazetarëve dhe që i vënë rrezik ata, në fakt vetëm sa shkoi dhe u përshkallëzua sidomos gjatë muajve të fushatës. Dhe sërish është moment të reflektimi për çdo që e ka në dorë që ta ndryshoj këtë dhe në fakt vendosja ka shumë të lehtë apo këtë, thjesht duhet të ndaloj së targetuar gazetarët dhe të provoj të pengoj punën e tyre. Liria, kam parë shumë komente sot, ne jemi të vetëdijshëm që ka liri të shprehjes edhe të medias në Kosovë, sepse e mbajnë vetë gazetarët dhe mediat, do të thotë e luftojnë çdo ditë për të. Ajo çfarë raporti vën pa dhe renditjen kaq ult e bën për shkak pikërisht të këtyre ndërhyrjeve që vijnë nga qeveria e Kosovës dhe kësaj tendence të vazhdueshme të qeverisë së Kosovës për ta minuar këtë liri të medias dhe shprehjes. Faleminderit. E kemi ndjekur kështu reagimin e AGK-s nëpërmjet kryetarit